Serbisë vazhdimisht I kanë penguar emrat shqiptar. Pse në mesin e 250 njerëzve aty me qenë Anton Kolaj? Natën në fije në bashkojnë një në veçan. Çka u zhvilloi kënë që të mbledhje opinionet e intereson? Kemi arrit potencialet pa besueshme me I aktivizue një lëvizje e cila faktikisht e ka gjunizu Serbinë. Lufta nuk ka qenë tabu për ne. Me bekimin e Ibrahim Rugos, I kemi dërgu grupet e para në Shqipni. E njerëzit e kanë pasë se ne nuk jena të flenjë në gjumë. Anton Kolaj ka qenë grupin e Fehmi Aganit, me Recep Xherxhin, Edita Tahirin, me Naip Zekën, Skënder Bllakën e disa të tjerë. Ti e din ma mirë se une kur një grupit burgosë politik kanë shku me vizitu Rogovën në Lakrishte, e na me Ibrahim Rogovën nuk mujmë me punu. Pasha zemë, për kundër mesisje kem, këtu përfundën, këtu është ziti. Ibrahim Rugova është komandant I forcat armatosura, ministri I mbrojtjes jashtë është Emnunik Xheloshi, I punët mbrendshme Ramush Tahiri. Bisedat me Hajzerin janë mbajtur në 4 sy. Se kanë ekzistuar 2 ministrat mbrojtjes e 2 punëve të mbrendshme, kjo është fakt. Agani ka qëndruar mbas gjithë këtyre apo jo? Me thonin mua se Hajzerin nuk mund mu burgos se as vetën se loj me ra me fjet. Unë t'identifikoj me Luiz Gurakuqi si një njeri dhe personalitet afër Ibrahim Rugovës. Bashkë bisedimin me zotin Anton Kolaj e kemi realizuar kohë më parë në studion Fakte. Për këto dhe shumë të tjera, këtë të shtunë në ora 21 në KTV, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin, pjesa e parë.